Shumë ndjekës të mi këto ditë më kam pyetur se cili do të jetë, sipas mendimit tim gjithmonë, rezultati i zgjedhjeve të pas 12 majit. Sigurisht që është një analizë hipotetike e cila është shumë vështirë për të bërë. Megjithatë, shumë prej tyre unë kam treguar historinë personale të vitit 2005 kur unë kandidoja për deputet në qendër të Tiranës në njësinë numër 10. Në atë kohë kishte rënë në dorë si gazetar një formular i zgjedhjeve të para 2 vjetëve për Bashkinë e Tiranës, i cili ishte me të vërtetë skandalos. Ishte një formular i cili ishte i firmosur nga gjithë anëtarët e komisionit, në të cilin tregoi se votat ishin 1000 më shumë se sa pjesëmarrësit në votime. Desha të bëja një dokumentar lidhur me këtë fakt për të parandaluar një gjë të tillë në zgjedhjet e 2005-s, ku siç e thash edhe unë kandidoja vetë. Por, në atë kohë, më vjen një mik i cili ishte anglez dhe që merrej me vëzhgimin e zgjedhjeve dhe që quhej Dan, nuk po ja them mbi emrin, i cili më bëri një deklaratë që më befasoi. Sokol mos e bë se nuk ka nevojë ky dokumentar sepse ju do fitoni. Pra bëj fjalë për opozitën në asaj kohe, ku unë kandidoja për Partinë Republikane. Si do fitojmë, i thash, pa u bë zgjedhjet, buzëqeshi dhe u largua. Një javë përpara zgjedhjeve të 2005-s, në zyrën e ish kryeministrit të atëhershëm Fatos Nano vjen shefi i CIA-s. Bën një takim kok më kok dhe mbas këtij takimi Fatos Nano bëri gati dosjet për kryeministrin e ardhshëm, ashtu sikurse edhe ministrat e tij bën dosjet për ministrat e ardhshëm që do të ishin ata të opozitës. Një javë përpara se të bëheshin zgjedhjet. Përse e tregova këtë histori? E tregova sepse këto ditë kemi një zhvillim shumë interesant. Është konfirmuar zyrtarisht nga Partia Demokratike lobimi për rreth 6 milionë eurosh për heqjen e non gratës dhe krijimin e mundësie për një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kryetarit të opozitës Sali Berisha. Që raportet po ndryshojnë, kjo është e dukshme edhe në takimet dhe fushatat elektorale, ku Partia Socialiste kryesisht i bën jo vetëm me militant, por edhe me antar apo punonjës të administratës, të cilët vënë të detyruar për të mbrojtur rrogën, me të cilat mbajnë familjet në për këto mitingje të mërzitshme. Megjithatë, ajo që duket është se Edi Rama nuk do t'i ketë më 71 mandatet e më nevojshme për të qeverisur. Por, edhe sikur t'i ketë, në këtë situatë ai nuk qeveris dot. Për faktin sepse i dërguari apo lobuesi apo kryetari i fushatës së Partisë Demokratike, Laci Vita, ja tha troç, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të punojnë me një kukull të Sorosit. Ndërkohë që ja bëri të qartë opinionit publik se ardhmja e marrëdhënieve midis politikës shqiptare dhe asaj amerikane është vetëm një mik i vërtet, siç e cilësoi ai Sali Berishën. Pra, këto zhvillime, si dhe thirrja në SPAK e Tom Doshit, i cili i siguronte të paktën 2 deputet Partisë Socialiste pra Edi Ramës, si dhe deklarata e tij përpara disa ditëve se ai nuk do të bënte koalicion me Partinë Socialiste, tregojnë edhe një herë se ustallarët nga përte oqeanit e kanë thirrur dhe atë dhe e kanë paralajmëruar që të mos mendoj dhe mos i shkojnë në mendje që të mbështesi mazhorancën aktuale. Çfarë mund të ndodhë? Partia Socialiste mund të sigurojë 68 deri 69 deputet, ndërkohë që Partisë Demokratike, e cila po rikuperon ndjeshëm, mund të shkojë në shifrën mbi 60 deputet. Dhe rolin kryesor në balancimin apo në kalimin e pushtetit nga njëri krah në krahun tjetër, sigurisht që do ta luajnë partitë e vogla dhe veçanërisht partia e Zotit Shehaj.
Agronshehaj. Është interesante të shikohet veçuria e kësaj partie e cila mund të luajë rolin e dikushëm të LSI-s, e cila balanconte pushtetet apo i kalonte pushtetet nga njëri krah në krahun tjetër me numrin e deputetëve që kishte. Pra, në qoftë se zoti Agronshehaj siguron të paktën 7 deri në 8 deputet, sigurisht që është një faktor shumë i rëndësishëm për faktin se partitë e tjera të cilat edhe ato mund të marrin disa deputet, kanë përshtypjen që do udhërohen nga ustatarët që të rinë në opozitë dhe të zëvendësojnë Edi Ramën, ashtu siç kurse bëri Erion Velia dhe Edi Rama me Fatos Nano. Pra, situata është me të vërtet interesante, mund të duket e çuditshme, e habitshme, se a është një mundësi që të kemi një rotacion pushteti, le të presim edhe 2 javë. Deri atëherë nga unë, mirupafshim.